Çfarë bën nëse bota e quan fëmijën tënd të pavlerë, ose ty vetë, nëse bota nuk të vlerëson? Më ndiqni deri në fund, ndërsa dua të ndaj një histori të jashtëzakonshme të një gruaje me autizëm, e cila u bë një shkencëtare që solli një revolucion në fermat e Amerikës dhe në shkencën e sjelljes së kafshëve. Ajo quhet Temple Grandin, lindi në 29 gusht të vitit 1947 në Boston të Massachusetts në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shteti donte që ta institucionalizonte ose ta fuste atë në një institucion për fëmijët me nevoja të veçanta. Deri në atë kohë nuk kishte teste siç ka në ditët e sotme për diagnostikimin e tij. Megjithatë dukshëm, ajo ishte ndryshe nga fëmijët e tjerë dhe shkolla nuk donte që ta pranonte, sidomos pas një incidenti ku ajo gjuajti me një libër një nga shoqet e saj të klasës pasi u bullizua. Por e ama e saj, Justasia, nuk hoqi dorë prej fëmijës së saj dhe nuk pranoi kërkesën e shtetit për ta futur Temple në një institucion për fëmijët ose njerëzit me nevoja të veçanta. Por ajo këmbguli dhe kërkoi tutor që t'i mësonin asaj të folurën, por gjithashtu e çoi atë në një shkollë private që ishte pranë një ferme dhe aty u zbulua ose u vu në pa dashuria që Temple kishte për kafshët. Emri i saj stet është Mary Temple Grandin, por për shkak të një shërptoreje që kishte emrin Mary, familja e thërriste me emrin e dytë, pra Temple. Mbi historinë e saj është realizuar një nga filmat më të bukur që ka marrë shumë çmime Grammy edhe Golden Globe. Temple Grandin. Ju sugjeroj shumë që ta shihni sepse është një film tepërprekës që tregon gjithë historinë e saj. Mary do të mbaronte jo vetëm shkollën fillore edhe shkollën e ciklit të mesëm, të mbaronte gjithashtu universitetin dhe më vonë do të bënte një doktoratur në lidhje me sjelljen e kafshëve dhe do të zbulonte atë që quhej sistemi zigzag, që ndihmonte kafshët në një fermë të shkonin në mënyrë më të qetë, pa stres, drejt ushqimit, por gjithashtu edhe drejt therrjes. Dhe kjo solli një revolucion në mënyrën se si trajtoheshin kafshët në fermat amerikane. Dhe kjo histori na flet jo vetëm për arritjet e Temple, por na flet mbi të gjitha për rolin e jashtëzakonshëm të një nëne, e cila mori në dorë zhvillimin e fëmijës së vet duke investuar. Justasia ishte një aktore, ishte këngëtare, por gjithashtu thuhet që edhe shkruante edhe ishte shumë e dhënë pas edukimit ose arsimimit të fëmijëve. Kishte mbaruar në Harvard dhe ishte një grua e fortë që nuk hoqi dorë dhe ju përkushtua fëmijës së saj. Teksa mendoja për të, më kujton gjithashtu një nën tjetër, një nën të cilën e kam mike prej vitesh, e cila ka një fëmijë me nevoja të veçanta. Ajo është një pedagoge e shkëlqyer në një nga universitetet e njohura. Megjithatë, së fundmi ka hequr dorë nga dhënia e mësimit për t'i qëndruar pranë vajzës së saj me nevoja të veçanta. Kur e vizitova së fundmi, për kushtimin dhe sakrificën për të hequr dorë nga puna e saj si pedagoge, në mënyrë që të qëndrojë pranë vajzës së saj dhe të mësoj gjithë procesin e ushqimit dhe për kujdesit shëndetësor, në mënyrë që të jetë ajo kujdestarja e parë edhe kryesore e fëmijës së saj. Nëse do t'uleshit vetëm për një moment, do të shikonit sa fëmijë i qeshur dhe i dashur është. Unë pata mundësinë që t'i lexoja asaj disa libra. Ndërsa unë këndoja dhe lexoja, ajo do më tregonte çdo fjalë që unë e thosha, ajo do më tregonte fikse se ku ishte në libër, që ishte një përparim i dukshëm, po patjetër nuk erdhi me kohën kur unë ula me të për t'i lexuar librin, por ishte një punë e dukshme e punës së palodhur së nënës së saj. Çdo natë do dorëzonte një raport për fëmijën e saj, për orarin, procedurat që kishte kaluar, që ishte protokolli i shtetit amerikan. Ndërsa mendoj për raste të tilla dhe mendoj për nëna shqiptare, të cilat mund të ndihen të braktisura ose vetëm në punën e tyre për rritjen e një fëmije me nevoja të veçanta, unë do të thosha, mos hiq dorë. Roli yt është tepër i rëndësishëm. Ndoshta kushtet e tua janë të pakta, por ajo që ti mund t'i japësh fëmijës tënd
është më e madhe se çdo kusht tjetër, sepse vetëm ti e shef atë përmes dashurisë së përsosur. Fëmia yt me nevoja të veçanta nuk është një fatkeqësi për ty, por është një dhuratë. Është një dhuratë që nxjerr tek ti dashurinë e përsosur. Dhe unë lutem që ti do të përjetosh kujdesin edhe mbështetjen e njerëzve që ke rreth e rrotull. Dhe nëse jo, kërkon ndihmë. Nëse një familje që ka një fëmijë me nevoja të veçanta, unë do të t'i inkurajoja që të gjendesh pranë tyre, së pari duke parë fëmijën e tyre si një dhuratë, jo si një arsye për të trishtuar. Një dhuratë që na nxit ne të tjerëve, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër jemi të paplot, mbasi jemi të plot fizikisht, por jam e sigurt që secili nga ne ka ato fusha ku ne ndihemi që jemi të dobët dhe kemi nevojë për ndihmë. Kështu që nëse një familje të tillë, pse jo sot ose gjatë kësaj jave, të mendosh për të bërë diçka të veçantë për ta, ndoshta një fjalë inkurajimi për nënën ose për baban tek i shet që i nxjerrin shëtitje, ose ndoshta mund të dhurosh diçka, çfarëdo që të jetë, ose ndoshta mund të marrësh një nismë edhe më të madhe. Çfarëdo që të jetë, mos e lër si një ide në letër, por sot bëj diçka për të bekuar sadopak këto familje. Mos harro, ishte dashuria dhe përkushtimi ajo që e ktheu Temple Grandin nga një person të padëshiruar, të pavlerë, sipas sistemit në shkollën e saj, në një shkencëtare që edhe sot jep mësim në një universitet të Colorados dhe gjithashtu është pjesë e komitetit të shkencëtarëve për sjelljen e kafshëve. Zoti ju bekoft edhe dëgjohemi në videon tjetër.